Në një botë gjithnjë e më të ndarë, ku edhe besimi shpesh përdoret si mjet për të ndarë jo për të bashkuar, zemrat tona kërkojnë një dritë që i bashkon, një rrugë që i afron, një dorë që i mban fort në të njëjtin udhtim të shpresës. Islami, si një dritë e përjetshme, erdhi për t'i bërë njerëzit vëllezër e motra, një ummet të bashkuar në dashurinë e Allahut dhe në mësimet e profetit të tij. Por pse atëherë ndjejmë se jemi të ndarë më shumë se kurrë? Pse ndonjëherë feja na duket si flamur lufte, si një flamur që na ndan në sekte e interpretime, në ne dhe ata? A është kjo feja që e njohim dhe e duam? Apo është një perde që ka mbuluar fytyrën e saj të vërtet, dashurinë, drejtsinë dhe mëshirën? Këto janë pyetje që do të na udhëheqin sot. A është Islami vetëm një, apo kemi veshur ngjyra të politikës dhe kulturës? Kush janë të shpëtuamit dhe a kemi drejt të gjykojmë grupe tjera? A mundemi me u bashkue në një umet, apo jemi të dënuam me qëndrua të ndamë? Në këtë epizod jubilar i 7 me radhë, nuk kërkojmë përgjigje të thjeshta, kërkojmë me prek thellë në zemrën e Islamit dhe të vetës tonë për të gjetur një rrugë që na bashkon me Allahun dhe me njëri tjetrin. Për me diskutu për këtë temë, unë për herë të parë në rolin e moderatorit, e kemi qitë në offside Arditin, e kom thirr vllaun, shokun, mikun tem, Sheh Gazmir Saharën, me diskutu për pyetjet, edhe me në marrëveshjen që edhe mas podcastit edhe zullumit me pyetje, keme vazhdu me mbet shok prapa, po? Vlazën, e valla. Vlazën më afër se shok, ha? Mashallah. Se shokin ditë gjykimit e lënë vllau ja. Ajo, po, alhamdulillah. Sheh, ehlen wa sahlen, mirë se ke ardhur. Mirë se vjetën. Është për mua përvojë e parë, me zakonisht Arditi onën ku je ti, edhe më bën pyetje mua. Tash unë kam marrë rolin për me të bëj pak e zullum ty. Meqense temën për cilën e vesh e prezantova është edhe e rëndësisë të madhe, po është edhe e ndjeshmërisë të madhe po ashtu. Prandaj po duam me shfrytëzu këtë një orë e cavë që e kemi në dispozicion, me diskutu disa prej temave, prej lej perspektivës të qytetarit, të besimtarit të rëndom të quj, në spotlightin tënd si hoxh, i shkollum me njohuri për fenë islame, për ato që tash ndasit edhe problematikat që i ka Islami për anën shpirtënore e kështu me radhë. Prandaj, po duam me nis me pyetjen e parë kët, siç e prezantova, a është Islami një? Se kur shohim 2 miliard musliman në botë, edhe varet në cilin kamp graviton ose të bjen me frekuentu edhe me taku. Në parimet thelbësore të Islamit nuk ka lafçi është një, domethënë besimin Allahun, pejgamberin, librat, e kemi të çfarë shumë, majoranca e 2 miliardësh të muslimanëve në botë këto pikpamje i ndajnë të njëjta. Tani pyetja lind kur të futesh në praktikat e përditshmërisë, fillon edhe të gëzohen gjanat. A fillon e merr formë tjetër Islami, apo është po i njëjti Islam veç se është më divers sa i përket aspektit të praktikave të përditshme, apo ka edhe në Islam tjetër që dikush e din e dikush nuk e din? Po shpresoj është e qartë pyetja, për po me rrahurën. Gjithsesi përgjigjja nuk është që mundet më jap diçka shumë një përgjigje e shkurt. Mirë po edhe me zgjatë nështë edhe në ka më kuptu. Ndaj ka më mundu me dalin në atë mesatarën e përgjigjes. Inshallah, merë kohën mësu nëzito. Po tjetër, kem kohë sa dush. Jalla. Nuk o qashtja krejtë e kohës, është qashtja me ata që kanë me në pa dhe me në ndëgju, me kuptu ata shka ne jemi duke e thonë. Se sot nuk është që nuk flitet për këto, po atë shumë flitet, sa që ndështë edhe diku i ka hupë sensi, dhe shumë shkruet, sa që njerës asë mëne me lezu. Mirë po e përgjithshme është se ajo t'ju përmbajt qasaj bazës që njerëz kur e lexojnë me marrë që ato me një përgjigje, apo duhet me i lexu disa villime dhe në fund mos me marrë përgjigjen. Këtu e kemi problemin. Është feja islame një fe. Allah subhanahu wa taala si krijues e ka përgjithë fenë islame fe të vetme. Kjo fe ka qenë edhe para Ademit alayhis salam dhe do të jetë edhe pas përfundimit të njerëzimit. Nëse këtë feja atribuojmë Allah dhe dërguesve të tij që janë mbi 104.000 pejgamber, atër kjo është një, nuk ka ndryshim. Nëse këtë feja atribojmë Koranit dhe Sunetit, është fe, veç një. Mirë po nëse ja atribojmë këtë fe njerëzve dhe individave, atër kena me dalë, sikur se ka thonë Allah subhanahu wa taala në surën Rum në ajetin 32, kullu hizbin bima ladayhim farihun. Se cili është i kënaqur apo i gëzueshëm në ato që ai e përfaqëson. Pra nëse na
këtë fe kena me drejtu të bazat të burimi i pastër të Allahu subhanahu wa taala dhe pejgambert, atëherë kena me qenë gjithmonë një. Nëse kena me dal me i lon bazën burimin, atëherë kena me pi prej burimeve turbullta, edhe kena me qenë se cili fen veti, dhe me këta kena me shkatru njëri tjetrin në vend që me mbet vllazën edhe musliman në vetëm në fe që është feja islame. Ja, Allah. Pe vazhdoj edhe pak të kjo pyetje. Me qenë se është një islami, që është deklarova dhe ti. Qysh arrim me e bo dallimin se cilat janë interpretime le temi njerëzore në disa tema që mund me shkaktu pastaj përshomje, e cilat janë të qaj burimi i shëndosh që nuk është devijua, nuk është ndryshua, është garantu me qenë konstant deri në ditë kiametit. Sepse ajo që vrej unë, shumica e problematikave vjen më shumë në sajt e interpretimeve që i bën një kamp ose kampi tjetër, se sa që është tek origjina e literaturës le temi ose shpalljes hyjnore. I kemi dy probleme. Ajo çka është thonë dhe ajo çka pretendohet që është thonë. Ajo çka është thonë është e qartë. Allah subhanahu wa taala ka zbrit Kur'anin, para Kur'anit ka zbrit libra dhe fletushka, ka zbrit dhe ka dërguar të dërguar me të vetmin qëllim që njerëzve më u bë të lehtë besimin, në mënyrë që ata me ecë një rrugë të vetme. Mirë po, me kalimin e kohës pas pejgamberve dhe pas gjeneratave të para, kam fillu me umar me ato se çka ka dasht me thonë, jo çka është thonë. Kur i marrim ne ajetet, i lexojmë, e shohim kur Allah subhanahu wa taala ka fol për veten e tij, sahabët janë mjaftu që me një përgjigje mu përfundua ajo çka ka thonë. Për shembull, kur Allah subhanahu wa taala ka thonë Ar-Rahman ala al-arsh istawa, i gjithëmshirshmi që ndron mbi arsh. Ma gjej vetëm një nga shokët e pejgamberit asam që i ka thonë pejgamberit asam, ja Rasulullah, çush qëndron Allah mbi arsh? Nuk mundesh me gjetë. A kena pyet ndonjëherë shkaqet pse ata nuk i ka interesuar për çështën e Allahut apo çka është problemi? Përgjigjja është shumë e thjeshtë, sepse Allah ka thjeshtësuar prapë për veten e tij, lejse kemi thlihi shej. Si Allah nuk është asgjë tjetër. Allah është i veçantë. Është krijues, pra pas krijuesit do të më bën diferencë te krijesat. Andaj sahabët nuk e kanë fut logjikën e tyre njerëzore me mendu për krijuesin që është absolut. Para ta dhe më pajtu, Allah ka thonë qëndron. Allah ka thonë ka dorë. Allah ka thonë ka fytyrë. Andaj ata se kanë vazhdu ma tepër. Ka kalu koha, me kalimin e kohës dhe me integrimin edhe futjen e kulturave dhe filozofinave të ndryshme, me përkthimin e literaturës greke dhe filozofinave, atëherë ju kanë fillu më u fut edhe këto problematika. Mirë, kur ka thonë Allahu qëndron, ç'është qëndron, pse qëndron? Kur ka thonë Allahu ka dorë, a nënkupton dora apo është fuqia? Kur ka thonë Allahu buzëqesh, ç'është buzëqesh? Nëse thonë buzëqesh, atëherë do të më buzëqesh si na, atëherë këtu ka ardhur problematika. Andaj nuk e kanë bë diferencën mes krijuesit dhe krijesave. Këtu kemi në problemin kryesor. Pse nuk mjaftohemi me ato që ka thonë Kur'ani dhe Suneti? Mirë, po ne gjithmonë detyrohem diçka me fut më tepër. Ose a do më bëna ndonjëherë atë diferencën mes neve dhe sahabeve? Apo do me thonë se këshore na tash me përparimin e teknologjisë kemi mësuar diçka më tepër se ata që s'kan ditë. Nëse sahabët nuk kanë bërë kësi pyetja, do të më thonë që këshore se Abu Bekri nuk ka ditë me bëj këtë pyetje, unë po vim pas 14 shekujve po bëj këtë pyetje. Po nëse unë po bëj këtë pyetje, apo hapi dyert hajrit apo dyert sherrit. Kjo është pastaj nën pyetje. Pra janë rrugë që janë pafundshme. Në vend që, sikur se ka thonë Imam Maliki apo dhe krejt dietar të hershëm, kur është fjala për Allahun subhanahu wa taala. Shamë dhe për nuzulin zbritjen, me besu, e ki vajgjë farz, me pytë se si del në bidat, pra mbylli do dyrë, si ki pa tjetër me pyta, mbas Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Alia, radiallahu anhum dhe sahabët, mbi 100.000 sahabë, se kam bu qatë pytja, ti do është mu i bu atë pytje. Atër ne po ja kontestojmë dijen e tyre, dhe po ja kontestojmë ata që Allah ka thonë për ta, radiallahu anhum, Allah ka qenë i knashëm e ta. Me shka ka qenë Allah i knashëm e ta, pse kanë qenë Kurajsh, pse kanë rëdhu pejgamberin e son. Ka qenë Allah i knaqur me ta, me veprat e tyre, me besimin e tyre. Me ato që ata kanë besu dhe kanë fituar Allah me ato që ata kanë besu. Andaj ata kanë pyet ato sa është dashur me pyet dhe nuk kanë vazhdu më tepër se sa s'është dashur me vazhdu. Për ato e ki pa edhe hadithet e shumta kur i lexojmë, kur pejgamberi sa me bën një pyetje sahabët çka thonë? Allahu wa rasuluhu alam. Allah dhe dërguari i tij e din më mirë. Pavarësisht se dikush ka mujt me ditë një përgjigje, po edukata e tillë ka qenë, domethënë universiteti dhe akademia pejgamberit e sa mi ka edukuar që para pejgamberit e sa ai do të më jap çato që ai po kërkon. Jo natë detyrimisht me fol diçka, edhe nëse e thonë vërtetën. Pra shohim edhe
të fëmijët e sahabeve, për shembull te Abdullah ibn Omeri, kur në mexhlis pejgamberi sa pyet për trungun e hurmës, asnjë nga sahabët nuk e din përgjigjet. Do thonë elita e kokave të sahabës. Do thonë njerëz të përgëzuar me xhenet nuk e din përgjigjen, Abdullah e din por nuk flet. Kur kanë kalu nga mexhlisi, thot Abdullah babës vet Omer radhiyallahu anhu, thot e dita përgjigjen po se fola. Omeri i thot po pse më kishe bë krenar? Ju të kisha bë krenar, po Ebu Bekrin se kisha bë ndoshta krenar, Uthmanin, Alin, njerëz të mëdhaj, kush jam unë më fol para tyre. Kjo neve na mungon domethënë. A duhet na a kem çat guxim me fol diçka, me vepru diçka, me hap ndonjë mendim më shumë se sa që ka Ebu Bekri, që kjo guxim neve na ka hap domethënë të mbrapshtën shumë. Me çfarë? Duna s'moj mu shkapallosh për përgjigjen e detajzuar. Po thu unë veç të krahasimi që po thu sahabët me gjithë dijen që e kanë pas nuk e kanë vazhduar me pyetje për shkak që kanë thënë se mirë wa ta'na dhe u mbaroi muhabetin. A mos është valid me thonë që rrethonat e reja 1447 vjet apo e këndej kanë paraqit problematika të cilat kanë ekzistuar, sikur që përmendën një prej tyre ballafaqimi me le të themi filozofinë greke ose filozofinë romake. Nuk ka paraqit sfida në kohën e sahabëve, meqense se s'ka qenë njoftën ajo literaturë, nuk ka paraqit sfida të tilla, prandaj edhe pyetjet nuk kanë ekzistuar si problematika sociale. Më thonë kur ti diversifikohet ummeti, prej Hijazit e Nejdit e zgjanohet, Islami e merr Persinë, e merr Anadolën e Malajzinë, Indonezinë kështu me radhë. Ti përballesh me kultura të reja, përballesh me bindjet që mund t'i kenë lokalsat e një vendi të caktuar. Edhe ata mund me t'i bëjë këtë pyetje. Tash a është mekanizmi për me rujt çat le të themi uniformitet të Islamit shpallun, më ju thon vallai sahabët nuk kanë pyet, kështu që s'keni drejt me pyet as ju, apo detyrohesh ti për me u zhyt në për ato diskutime. Kto po ta bëj pyetjen, a është e qartë pyetja? Po, patjetër. Pyetjen po bëj i nxitun edhe ka një përgjigje e Shehu Thejminit, cilën e kam lexuar 2013, kur e pyesin studentat për ç't çështje, a bën me përdor ilmul batil, ku ta di unë për mu ballafaqu me turlifar filozofie, turlifar sekulari, laiki, i cili mund me të paraqit pyetje sfiduese të llojit caktuar. Shehi nuk e paraqet si problem, derisa nuk ndryshohet bërthama e fesë. Domethënë është në rregull me marr dijet jashtë me thotë dhe mu ballafaqu, përderisa nuk provon ti me tjetërsu, kështu është nëse se ku më harrop që 11 vite, nëse se tjetërson vonë për mja oboma dashën fenë ti lën diçka onash prej fesë me kamuflu me thonë në një farë mënyrë, kështu që nuk ka gjë të keqe me marr edhe ilme të tjera. Tash për problemi që po duam me shtruar është a përgjigjemi me thonë jo, sahabët s'kan pyet për këtë pyetje, prandaj s'keni drejt me pyet as ju, apo duhet me ekzistuar një farë lloj kompromisi le të themi, sikur që ka ndodhur prandaj edhe ndomja në sekte, për cilat kemi me fol matutje, të cilat e kanë lejuar një gjë tillë, se logjikën e përmendet ti, aspektin racional të interpretimit të gjonave, çështja e antropomorfizmit të sifateve të Allahut, apo kanë filluar me dalë edhe turlifar mutezile, ku ta di unë sekte ndryshme, cili kish më kon pozicione, sepse përgjatë kësaj historie u pa që nuk kam mjaftuar veç ai përgjigjim me thonë që s'ka pyet Ebu Bekri dhe s'ka pyet Omeri. Kur thamën ata që s'ka pyet Ebu Bekri, s'ka pyet Omeri, po thotë po e veçoj për ato që ka të bëjë me Allahun subhanahu wa taala si krijues. Okay. Se pyetjet pastaj që kanë ardhur më vonë, atëherë kanë krahasu krijuesin me krijesa, për ata dhe kanë ardhur turbullinat. Ne kemi prej fesë që Allah subhanahu wa taala thotë fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetuni ata që dinë për ata që nuk e dini. Dhe kjo nuk është e veçantë vetëm për fen. Do të me pyet doktorin për mjekësi, do të me pyet politikanin për politik, do të ekonomistin për ekonomi. Domethënë na kemi urdhër hynor për këtë çështje. Ne nuk i përkasim feve tjera që nuk lojnë me prek aty kush do të me prek. Ne themi pyetni. Ama mirë po themi pyetni ata që janë kompetent. Që ata me ta jap përgjigjen e duhur. Dhe nuk themi as se si mos më interesu. Ne e dim që për shembull Ibn Taymi rahimahullah sa sheku i ka ardhur për mbas shokëve të pejgamberit e sa. Ai o detyru më zhyt në filozofi për mi mujt filozof për shkak se rrethi që ka qenë aty ka qenë i tillë. Andaj edhe kur lexojmë fetavat e Ibn Taymijes, është që nuk mundesh me marr asnjëherë përgjigjen në faqet e para. Do të më lexojmë ndoshta 20-30 faqe apo një muxhelet komplet në vëllim për me kuptuar çka ka dashur me thonë Ibn Taymi rahimahullah. Megjithatë dietarët kanë hyrë detajisht me kështu çka ka dashur me thonë se gjua ti e ngritur dhe mentaliteti që ai o detyru sa do pak më u zhyt në shtan filozofi për mi jap përgjigje filozofëve, e ka detyruar që ai edhe përgjigjet e tij nganjëherë me qenë filozofike që mos më kuptu më njëherë në rastin e parë, po me këshyr deri në fund çka ka dashur me thonë. Andaj ne jemi të obliguar që
Patjetër, ne jetojmë me shoqëri të ndryshme, për atë Allah subhanahu wa taala ka thonë se ju kemi kriju popull dhe fise të ndryshme me plotësuar njëri tjetrin, me jetu me njëri tjetrin dhe me ballafaqu me kulturat që i keni. Mirë po, ne nuk jemi qiri që duhet tjerëve më jap dritë vetë mushkëri. Na duhet më jap tjerëve dritë edhe më mbet dritë. Andaj edhe Allah subhanahu wa taala i ka bo disa shtylla baza që nuk duhet më largu nga aty. Ti mundesh përkohësisht me dalë prej aty derisa po mirë po mos më shkput nga ajo. Para ta referenca kryesore Kurani dhe Suneti, që aty i gjen krejt. Ti nuk mundesh me gjetë për shembull në bazat e fesë diçka që s'ka pyetë Abu Bekri. Krejt i kanë pyetë sahabët. Do të thonë janë sqaruar bazat e fesë. Nuk mundet më ardh mbas 14 shekujve, as mbas 400 shekujve, nëse Allah ka bërë dynjan me zgjat çesh, dikush më ardh valla më thon se që kjo bazë e fesë nuk është sqaruar. Gjitha janë sqaruar. Problematika është diku tjetër. Ne i kemi bërë çështjet dytësore me ndajmuj çështjet primare. E kur po na mujnë çështjet dytësore, çështjet primare, atëherë na po kapim për rrugë devijuese. Pse ndodh kjo? 1. Ndodh për shkak ignorancës. 2. Për shkak se nuk i kemi jep hakun atyve që janë kompetent. 3. Epshet tona na ka mujt ato që është argument. Domethënë kur neve egoja jon, epshi jon na mujt ato që është argument, atëherë kena mi marr epitetin e iblisit. Iblisi ka qenë më i ditur për krejt me lajkeve. Iblisi nuk është që se ka ditë kush është Allahu. Iblisi nuk është që se ka ditë çka është feja islame. Po çka ka bërë iblisin që ai me u mallku, është ego ati, epshi i tij. Kjo neve na intereson. Nëse i marrim grupacionit e shohim, çka ka bërë që ata me ardh deri në ato devijime, është egoja e tyre, është epshi i tyre. Për shembull, ti mundesh e ke shumë drejt që disa çështje nuk janë folën kod sahabëve. Për shembull, a diskuton ndonjëherë kod sahabëve lanë si namazit? Asnjëherë. Se nuk o imagjinu që dikush i thot vetës la ilaha illallah Muhammed Rasulullah edhe mos me fal namaz, pa imagjinueshme për ta. Mirë po kanë ardhur gjenerata që thonë la ilaha illallah dhe s'falen apo. Na që tash duhet me fol për çat punë. Pra për mesatarën kur ka nis me u fol? Gjatë kohës e Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Jo, ka nis me fol kur kanë dalë në skenë xavarisht, kur kanë dalë në skenë murxhit, kur xavarisht kanë thonë ai që pin alkool gjithmonë xhenem, ai që bën zinë gjithmonë xhenem. Kur murxhit kanë ardhur kanë thonë, "Çore, ti vesh tu la ilaha illallah edhe ti je njëjtë si Abu Bekri. U falë su falë xherove sa xherove s'ka rëndsi. A tha la ilaha illallah, ti je në Firdaus me Abu Bekrin." Ka ardhur mesatar dhe ka thonë ka dalë. Na as nuk i çojmë xhenem ata që pin alkool, as që bëjnë zinë, as që vjedhin, as që vrasin me pa drejt. As nuk i çojmë xhenet veç me një shahadet. Na dojmë një mesatar. Pra, çështja e mesatarës, kjo temë nuk o fol te Abu Bekri. Shumë tema nuk janë folë të sahabët se nuk është imagjinu që në qatë kohë muslimanët kanë mu ballafaqu me qato. Para ta dhe pejgamberi sa mi ka paralajmëruar se kanë frikë për juve kur ju hapet dunjaja. Hapja dunjas si ka bëjë që muslimanët pastaj me u zhyt edhe me dal nga origjina. Mirë po sot, a mundet Ariani me mbet në origjinë dhe me jetu me tjertë, edhe me jetu me kultura tjerë? Patjetër se po. Une, një shembull shumë konkret. Është e pa imagjinueshme Gazmiri me shit fenë vet për një fe tjetër. Për shembull unë parim temin e kam, besim temin e kam që Allahu është i vetmi krijues. Nuk ka zot tjetër, është vetëm një, nuk janë 2, 3, 4, 10. Që Allahu nuk ka lind, askush s'ka lind nga Allahu. Domethënë kjo është parimi jam, fesë teme. Mirë po, unë nuk e lejoj veten që me shit fenë teme për një fe tjetër. Mi thon dikuj para herë që të ka lidh zot yt, çka bëna në këtë rast unë. Por ty është një orem, për mua është dalje nga feja. Pra nuk kërkush si ka fajt që ti po do më shit fen tonë për një fe tjetër. Edhe muslimani do të më kuptu krishterët se ato janë festat e tina. Po edhe krishterët do të më kuptu se çka është Zoti te musliman. Andaj na mundem mos mi përzi besimet. Lekum dinu kum wali din, Allah ka nda këtë çështje. Ju e keni fenë juaj, na kena fenë ton. A mundem jetu bashk? Patjetër se po. A mundem ja rujt fenë një tjetrit? Po. A mundem ja rujt sigurinë një tjetër? Po. Pra asnjësa nuk ndalon ty me mbet në baza dhe më kujdes për një tjetrin. Mirë, po kur ne i përzim, atëherë kush mbet musliman, kush krishterë, kush jahudi, kush. Shumë e bukur kjo fjalia e fundit edhe bashkë si lloj tranzicioni për me fut te pyetja tjetër. Se ta janë dy çështje në fjalën e fundit, po kalojnë në pyetjen tjetër. Po njëna ke, domethënë urrimi me ton para që të kalin Zoti të largon prej fesë, edhe tjetra ke në fund që është pak kontradiktore me këto të parën, a mujmë me jetu bashkë, patjetër që po. Domethënë janë dy ekstreme paksa. Prandaj unë po duam po janë ekstreme për shkak se nëse thu për shembull, po supozojmë për pikpamje së ndërveprimit përditshëm. Nëse unë po ja uroj dikujt për herë që të kalin Zoti. Tash ti thaj Ariani e beson Allahun, mos i përmend me emër të përveçëm.
Unë besoj Allahun, pejgamberin, librat, me laqet e kështu me radhë, okay? Shartet e islamit, imanit në rregull. Tash edhe ma sheni status Facebook të ose koment të i thonë unë, po më tim parim, më njeh mu që unë jam musliman, apo më me jetu bashkë, të pjesa e dytë e fjalisë tënde. Edhe ma shej komentin, me automatizëm perceptimi ndron që unë më kon që e kum shit fin, apo. Më thënë tash, a ka bashkëjetesë në momentin që nuk më njeh që jam i rrethit, që nuk i përkas komunitetit. Prandaj tash o pak sa kontradiktore. Megjithatë, mos u përgjigj këtë. Kthejnë opet aty. Mos u përgjigj këtë. Kthejnë opet aty. U vojt, vazhdoj që kjo është fitja që kena më këtë jati. Bashkë po më intereson me u fut në këto. Okej, ti e di që unë kry me dresën unë. Edhe insani, sikur që ja atriboj një fjalë Ibn Bazit, rahimahullah, që ka thonë me dek në fejnë Allah të kollaj, me jetu të konë fejnë Allah të fshira, po që të një farë të citimi, nuk e dija ka thonë ajo, vesh më ka... Ka një të Shejk Albani që rrugët që e kemi marrë shumë e gjatë, esenca nuk me shku në fund rrugës, po esenca me vdek këtë rrugë. Dhe me thonë, nga kjo kond, edhe kur je, unë vi për një familjes, alhamdulillah, dem baba dem, me islam, me xhallar, me namaz, po rrugtimin individual, shpirtënor, të lundrimit shpirtënor, secili e ka ndryshëm. Do të thonë edhe pse ti trashëgon le temi aspektin e udhëzimit fillestare, mësimeve bazike, praktikave fetare për familjes, ndërkohë përplasjen me literatura ndryshme, me filozofi, me kelame të ndryshme, ti jep një farë, ti jep një dimension tjetër, një rraf tjetër të navigimit, me thonë. Prandaj prej përvojave personale po them paksa ideja jo që jo kontradiktore, po qysh me i pajtu që atë dyja, që edhe kur ti e din që le temi që potencialisht dikush që e ka uru për hajë që të kalin zoti e ka shit fin, qysh e rahaton vetë prap me vazhdu me e pa që i bën pjesë në turmën e komunitetit. Kjo është bërthama e pyetjes që po vazhdoj tash. Kush o grupi i shpëtum? Me qenë se prej këtij prizmi, ti e përmend ignorancën në procesin sipër që ka total sens. Po prej prizmit që dikush e ka shit fen, dikush e ka tradhtu fen, dikush ka deviju sepse ka bërë pyetje që si kanë bërë sahabit, do e mos si rrjedhoj i këtij perceptimi ndodh edhe fragmentimi, apo do të thonë ti ke nda grupe dhe mini grupe kur pikpamjet që ti i ndjen edhe i beson vetveti nuk i gjente tjetër kush sipas një kornize të besimit tënd. Prandaj fjalën që po du me e lexues pari, në qenë se konsideroj që jam ehli sunnet vel xhamaa me gjithë sufizmat edhe ikhwanizmat në vend asaj. Ne jemi ehli sunneti dhe xhamati. Ata që ndjekin rrugën e të dërguarit, paqja dhe bekimet Allahut qofshin mbi të, dhe shokëve të tij të drejtë, duke ju përmbajtur besimit, kredos, së trashëguar nga selefët salih, pasardhësit paraardhësit e devotshëm. Ne nuk shpikim rrisi bidate, as nuk devijojmë, as nuk i atribuojmë Allahut atë që nuk i përshtatet madhështisë së tij. Përkundrazi e pohojmë cilësitë e tij ashtu siç kanë ardhur në tekstet autentike, pa shtrembrim, pa mohim dhe pa pyetur si bila kejf. Ne e kundërshtojmë si ekstremet e antropomorfizmit, që është ajo me i dhon formë atributeve të Allahut, formë të njerëzve, ashtu edhe mohimin e cilësive, siç e kanë bërë Mu'tazilit me xhas, dhe hedhin poshtë doktrinat e gabuara të atyre që largohen nga të kuptuarit e shëndosh. Rruga jonë është ajo e moderimit, e mesme, duke ndjekur konsenzusin i xhmain e brezave të hershëm, i cili bashkon komunitetin, xhamatin, në besim dhe praktik. Do me thonë, pyetjen që dashta me ta bëu kush të merr mendja ka thonë këtë fjalë. Po masi të kallzova, po bëj një elaborim. Do me thonë, unë e këshyra më interesoj kronologjia e ehli sunne wal xhamaa. Ku është origjina, kur ka data, kur u përmend me një datë kjo fjalë, e që pastaj u bë mainstream spaku në mesin e kampeve tona, se bash mainstream nështë nuk ka, po sunit e kanë që janë ehli sunne wal xhamaa në princip me gjithë tjerat mos pajtime ose devime që mujmë me i qujtë. Dhe pastaj më vjen mend hadithi i Resulullahit. Që ka thonë umeti ka munduar 73 grupe. Okej. Dhe pastaj hina me bo research rivajetet rreth këtij hadithi. Kjo shumë interesant. Që po mënoj ajo që me cilën nuk jam i kënaqur me vetë, po bëj koment. Është disa gjona sa i përket aspektit fetar i ku marr për të mirë qena. Për shembull, nëse më ka thonë një hoxhë dhe unë kam thonë amin. As kum me kështu literaturë, as ndoshta ky e ka periferizuar gabimisht, ndoshta sot e citua hakikat ç'është duhet. Vesh kum thonë amin pse sot jam e thon prej hakikatlëkit sinqeritetit me pranu ilmin fetar si amini i fundit apo naivitet që kum pritu me hap literaturë. Poenta o kështu. Secila prej shtynë grupeve që mund nuk kanë brenda kornizës, po mënoj pyetja e parë ndoshta. Kush o grupi shpëtum për me ardhë në përgjigje? Të shto 73 grupe, a janë ehli sunnet që ta, a janë sunni,
A këtu përbojnë edhe shijat veç ta sqarojmë që të aspekt mas pari, edhe Ahmedit e ku ta diune. Këto nëse mundesh më përgjigj shkurt, sepse pastaj vetë me ta pozullumin tjetër. Përgjigjet e shkurta nuk marrin përgjigje ndoshta. Okej, atë përgjigje çështë do Po jesh. kthena jo rastisht në fillim kur pyete se a është Islami një fe, ata një pjesë të vogël që thash, nëse kjo feja ndërbohet njerëzve, atëherë kemi shumë fe. Këtu e kemi problemin. Këto fjalën që sapo e lexove, këto e kisha bë domethënë pen aty, edhe kisha vendos si parim. Çështë po ndalem. Komplet këtë fjalë që e lexove ti, që ka të bëjë me Allahun subhanahu wa taala, me sifatet e tij, cilësitë e tij, me fen Allah, duke mos shtu, duke mos mungur, duke mos mohu, duke krejt të ja atribu Allahut ato që Allahu ja ka bë vetes tij dhe dërgumi që ka bë Allahu subhanahu wa taala më shpalli. Me besimin e gjeneratave të para, duke mbet, domethënë në atë fe. Që kjo është definicioni bazë. Pas që sa s'ka rëndësi kush e ka thonë. Atë po mirën vesh që të mbesim që definicion. Unë me mu je dakord. Po, okej. Atëherë, nëse ne mbesim që definicionin kupton që kjo është definicioni i grupit shpëtum. Okej. Që ky definicion është identiteti i grupit shpëtum. Domethënë krejt pejgamberët e Allahut, mbi 124.000 pejgamber, që definicione kanë thonë për Allahun subhanahu wa taala. Edhe ky definicion ka me vetë deri në kiamet i njëjti. Që ky është grupi i Sunetit. Quajti veten që është tash, nëse që e ki qet besim te Allahu subhanahu wa taala i grupi i shpëtum. Pra Allah subhanahu wa taala grupin e shpëtuar ka cilësu në 2-3 sende. Ata që ka thonë pejgamberi sa kur e përmendë hadithi i Muavijës, që është domethënë që e ka transmetuar domethënë Hakimi, Tirmidhiu, Abu Davudi, Daraqutni, Ibn Taymiyyah ka thonë është hadith domethënë i shquar që krejt e din, Sheikh Albani rahimullah ka bosa ai domethënë është prej krejt rrugëve domethënë që nën kupton pavarësisht që mundesh me gjetë disa prej dietarëve që kanë thonë se pjesa e fundit ata që jam unë dhe shokët e mi është daif, mirë, po kjo që ka mu përqa grupit domethënë që kanë mu përqa domethënë krishterët, jahudit, krishterët dhe muslimanët, pra gjithë janë zjarr përveç një. Që ta përveç një kanë thonë se kjo mund me kon daif, mund mos me kon daif. Mirë. Atër na mundë me diskutu që është në shkencës hadithit që deri me ngjes mundë me mbet. Mirë, po kthehem me pak fjalë. Të bëjmë pak interaktiv këtë çështje. Kur e marrim se pejgamberi sa më ka bënë krahasim, kanë me deviju jahudit. Kanë me deviju, domethënë kanë u përçan në 71 grupe jahudit, 72 grupe krishterë, 73 grupe musliman. Gjitha kanë me qenë në zjarr përveç një që ka me qenë i shpëtuar. Nëse s'dojmë jashtë që to gjitha kanë me qenë në zjarr përveç një kanë më qenë shpëtuar, çka ne kuptojmë për çati hadithit që kanë më përçar, çka fituam na si musliman. Nëse si japim asnjë koment që sena, veç që morën vesh që jahudit kanë më përçar, krishterët kanë më përçar dhe muslimanët kanë më përçar. A fitojmë diçka për që sena? A fitojmë? Po çfarë komenti mund të më japsh ti hadithit nëse japim çet pjesën mbas? Pastaj po flasim për pjesën mbas. Po. Ç'është to? O përçar, jam përçar jahudit, jam përçar krishterët, jam përçar musliman. Pik. Kallzama çet hadith. Ç'a më kuptuan për çti hadith? Unë po të përgjigjem me fjalët e Sheikh Yasir Kadit. Okej. Ai tha domethënë me këtë hadith është profecia ka qenë që kanë me shkar pak prej bërthamës. Domethënë me kohën nuk kanë më konë më në bërthamën e pastër letemi, po kanë me marrë sifate këto 72 tjera që nuk i ka pas letemi. Apo ç'është kjo koment? Çashtu. Mirë po. Nuk i hodhi, domethënë çështja e zjarrit nuk i hodhi, këtu e kemi mohabeti. Ata janë brenda umbrellës së rahmetit Allahut, sepse e kanë besuar Allahun dhe kanë besuar Resulullahin. Mos te pjesa e dytë. Kjo komenti pjesës dytë, te pjesa e parë. Çto po mbesim? Kjo është një paralemim për një tardhme që pejgamberi sa ka ardhur me një hadith që ka treguar për një tardhme që ka më ndodhur. Pra është çështja e gajbit që Allah subhanahu wa taala ka bë ditën pejgamberit sa që është shpalli. Po, çka flasim për tardhmen, patjetër se është shpalli. Pra deri këtu pajtohem, nuk kemi asnjë kundërshtim. Dakor. Okej, mbas çesajna. Unë si musliman, çka do na me vet tash? Mirë, që ta u përçon 73 grupe. Çka duhet me bëu tash na? Përçarja ku na çon? Nëse na çon xhenem, çka duhet me bëu? Cilët grup duhet me bashku dhe ku është e vërteta? Apo? E vërteta është e qartë. Kurani dhe Suneti për këtë umet që kanë bërë deri në kiamet. Apo? Vajtom edhe kështu. Që të Kurani dhe Sunetin kush na ka sqaruar? Kush kanë qenë ata që na kanë sqaruar që të Kurani? Sahabit dietarët. Po, sahabit. Tabiin, etbaj 3 gjenerata të lavdukshme që i ka lavdu pejgamberi sa. Atëherë, rruga për më kthy me tregu cila rruga kush është i shpëtumi, vetë shiqoje. Kush flet me Kur'an dhe Sunet, me kuptimin e 3 gjeneratave të para, me kuptimin e 4 shkollave juridike islame imamve, atëherë që aty jeti japtën. Mos pyet më tepër çush e çun veten ti. A je me çeta bër? Po, je i shpëtumi.
Tash po dalim te një kategori tjetër që është pak më komplekse, thon. Që ta që i ka përmend pejgamberi sa që kanë me qenë xhenem, zjarr, përveç një i shpëtum, a kanë me qenë zjarr për gjithmonë apo jo? Po kthehemi te parimet e fesë Allah subhanahu wa taala. Ai që pin alkool, a ka min xhenem an xhenet? Nëse spendohet dhe shkon te Allahu si alkoolist. Kur e dim që alkooli është për gjunave të mëdha, zinoja për gjunave të mëdha. Nuk e ka marrë dënimin në dunjë, shku te Allahu si zinaçar. Nuk e ka marrë dënimin që ka bëu vrasje në dunjë, po shku te Allahu si kriminal. A ka me në xhenet apo në xhenem? Nëse më pyet mua. Po të pyes tash. Nëse më pyet mua. Jo po të pyes, e keni medrese. Po kam medrese, po unë më po fjoli të kundërtën. Në rregull, atash kallzomat kundërtën, që i bën s'ka me hin xhenem apo ka me hin xhenem? Po nëse spendohet, mendoj që e prek, po. E prek xhenemin. Po. Elusneti çka thot? Nadhim ibn Abi Dawud, djali i Abu Dawudit që ka koleksionin haditheve, ka një poezi Tuhfat as-Sinniye, është një poezi që diku një faqe e gjys gati 2 komplet feja është e përmbledhur. Ndër të tjera thot. Domethënë paraqet komplet çështjet e akides, besimit, pejgamberëve, fesë, grupacioneve, domethënë 2 faqe poezi. Ndër të tjera thot. Wa kul yukhrijullahu al-azim bi fadlihi min an-nari atsada. Dhe thuaj thot se Allahu nga mëshira ti ka me nxirr prej zjarrit xhenemit trupa që kanë më bohi e plona, ki pa kur e djeg e drunit që mbet ajo si hi, që ashtu kanë më bo në xhenem, ka me nxirr prej xhenemit dhe ka me gjujt nëher në lumin e Firdausit, tahya bimaihi, dhe kanë më ringjall nga ai lum. Çka nuk kupton këto? Që ai që ka bënë gjuna, ka me hi. Nëse don Allahu fal te besimit e elusuneti për praktikus në gjunave të mëdha që shkon te Allahu me gjunave të mëdha është nëse don Allahu fal, nëse don e dënon. Pra Allahu ka thonë inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allahu nuk e fal shirkun. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dhe Allahu përveç shirkut e fal ata që don, gjithmonë ata që kanë shku me shirk te Allahu, ata që kanë shku me gjuna të mëdha te Allahu s'e pendu. Atëherë përveç shirkut, ata që kanë bërë shirk Allahu s'e shiqon gjithmonë xhenem, nuk dalin kur këta prej xhenemit. Pajton? Okej, po, dakor. Përveç kësaj na, thot Allahu në kompetencën me shijen e tij, kompetencën e tij është nëse doni fal, nëse doni dënon. Pra nëse don Allah subhanahu wa taala, dhe alkoolistin ditë gjykimit ka më thonë në xhenet për gjithmonë si nxirr kur për xhenetit, po ashtu kur në xhenem. Pse? Xheneti është i Allahut Allah. A do më vetë ty Allah, a do më shti as do më shti. Mirë, po parimet Allahu që na ka tregu që ai që ka bëu gjuna dhe ka shku te Allahu pa pendim, Allah mundet me fut në xhenem varësisht sa gjuna e ka, dënohet në varësi të gjunave dhe Allahu i nxirr prej xhenemit dhe i fut në xhenet. Sa është kjo? Ku është ajo pika e fundit që Allahu ka më nxirr prej xhenemit njerëz? Pika e fundit është veç deri te ajo që e ki pas veç një shahadet. Çaj që se ka pas edhe që shahadet vallai nuk del kur prej xhenemit. Është e ki ka, do më thonim temi rahimullah thot për një moment je pa besimtar dhe thush la ilaha illallah Muhammed Rasulullah me besim kalove ta borin islam që kjo është çtin xhenet për gjithmonë apo thon pra Allah subhanahu wa taala ka menzi për xhenemit deri te pika e fundit që është do më thon shahadeti mirë po a ka edhe diçka më shumë se kjo ka edhe më shumë se kjo a mund të Allahu a ka më shti dikon xhenet veç me çet shahadet pavarësisht që gjunat e tij kanë qenë mëdha po është hadithit e Muslimi që Allah subhanahu wa taala në ditën e gjykimit e nxirr prej njerëzve edhe vendos një njerën kokën e njerëzve dhe ja shpalos 99 gjunahe, secili gjuna ti është një gjuna sa shësyn i larg dhe thot a ki diçka më arsyetu, ai thot s'kam kur gjë, asnjë vepër, asnjë ibadet, asnjë kur gjë, hiç thot Allah. Krejt gjunahe. Atëherë Allah ja nxirr, i bie shkurt sa ditë gjatë, ja nxirr shahadetin. Ky shahadet i thot Allah subhanahu wa taala Allah po çam kryen nuk shahadet. Një gjuna jam sa shësyn i larg. Vendosë që shahadet që tu herë sa shësyn i larg, herë në thënondër të rob jam, ajo tujat po. A ki ndonjë vepër që e baraz për shkak thot jo Allah, kur gjos kom hiç. O hiç. Atë kanë shtu me lajket. Jo, krejt mijat jona, s'ka se tim s'kam vepra, s'kam kurrë. Atëherë Allah thot, a ka diçka që peshon peshore më shumë se shahadeti? Edhe ai thot me lajke merrni dhe shtin në xhenet. Kjo është besimi i sunetit. Pra Allah ti takon. A duhet tash na mi paragjyku njerëz në dunjë, asë si, edhe në kofsh pejgamber, Allah se ka liu pejgamber sa me paragjyku. Mi paraprine kësaj. Po ti paraprine. Vazhdojmë. Po vazhdojmë, sepse shumë. E qartë do më thonë deri këtu. Po, në vijem, jemi të A jena hala bash. Jemi të nëndru. A jena hala në sunet. Në sunet inshallah. Ç'është dashta me. Do thonë s'ka rëndësi kush e ka thonë. Parimi le të mbet. Tash po du me përmend kush e ka thonë. Tash po du me përmend kush e ka thonë. Sta përmendon. Ti se përmende ma laje mu me gjujt penal. Ekskluzivitetin. Po ekskluzivitetin çat paragraf ose 2-3 paragrafe sa ishin bashk.
se e përmendet i që thajnë dynja, guxojmë me bokshtu zguxojmë, prandaj këtu po du më u kap. Çat paragraf të Ehli Sunne wal Jemaat, sigur që është të përmenda. Ina me këshir ku ka ardhur, kush e ka coinirat këtë term, kush e ka përdorur për herë të parë termin Ehli Sunne wal Jemaat. Historikisht, ndoshta mundesh me gjithë një tjetër, po historikisht i dul që i pari ka qenë Ebu Hasan el-Eshari. Tash dalim te pyetja e 73-shit prap. Nëse këtë optimizëm edhe këtë shpresë që e dhajeti, tu i përmend referencat ku edhe ai njeri veç me një shahadet, Allahu vetë nuk ka kur gjë më të madhe se shahadeti, se shirk nuk e boti, kështu që ke plotsu kushtin sikur që tash parza për Yasir Kadit, je brenda umbrellës së rahmetit, meqense e ke besuar Allahun, e ke besuar Resulullahin, nuk i kufër në bindjet tua, të hapet dera me gjithë mëkatet, me gjithë rrezikun për xhenem, ta kemi të qartë. Problemi që e kam tash unë në dynja po flasim, se deri këtu kem në vi komplet, alhamdulillah. Për shkak të termeve ose partiakizmave edhe klaneve që ndërtohen dhe që janë ndërtuar me kohën. Për shembull, esharizmi, maturitizmi, sufizmi, selefizmi. Cili për këtyre janë të 73-shi, a cilët janë të 72-shi? A guxon me thonë më mirë, është mas pari, me thonë një musliman i caktum, na jena 73-shi, e këta tjerët janë 72-shi. Ky muhabet është, tash për ta qes zullumin, ky muhabet ndihet zakonisht në kampet selefiste. 73 jam mbas këtij deklarimi, që është i njëjti, domethënë selefistët, selefizmi i sotëm e ka çet deklarim që e ka thonë el-Eshariu, që e lexova unë në fillim të kësaj pyetjes, për mua është identik i njëjti. Mirë po, kur janë punat e gjykimit tjerëve, me automatizëm shutojnë. Domethënë veç nëse sjeti Ehli Sunne wal Jemaat që e kanë marrë tash termin këta, ani pse e ka thonë Eshariu, Esharit janë devijum, Maturidit janë devijum, Sufit janë devijum, domethënë ndoshta këta a bëjnë pjesë të 72-shi as kanë hisa as aty hiç. Kjo është problematika që unë sa rri shpirtnisht me bë pashë asnjëherë. Do të thënë jam shumë dakord me ato që elaborove ti, se ç'është duhet me ju ças, ç'është duhet me pas hapësirën për me thonë a muj me jetu bashkë, tha. Edhe jam në vi me ato që e prezantoj e përmendaj Yasir Kadin Sheikhin për punën se ç'është duhesh me lënë një derë të tolerancës ti ani pse nuk është konform vijave të besimit ton pala tjetër. Tash a jemi 73-shi na, as jemi 73-shi. Praktikisht para se më ardhte përgjigja, deshta me definu një sen që nëse definojmë atëherë edhe përgjigja të tjera kanë me u vendosë jo në një puzzle. Kur thojmë selefit. Çfarë kuptojmë me çto selefit? Kush janë këta? Për të përgjigjen teme. Po. Ku i thush ti selefit? Unë i them selefit tash, domethënë në një vitin e fundit, i them selefit njerëzve të cilët besojnë në rrugën rigjide të Muhammed ibn Abdul Wahhabit. Domethënë, nëse termi tjetër që përdoret o Wahhabi. Meqense deri para shekullit 17 nuk pat përmendje të term të selefizmit si till historikisht. Domethënë, prej shekullit 17 ka filluar më u bë që na jemi meqense ndjekim rrugën e të parëve selefus salih, na jemi selefi dhe ka filluar marrë sken ky term. Ehli Sunne wal Jemaat më i vjetër se sa termi selefi. Prandaj për mua më thon dikush janë selefi, unë më them është ekuivalenca e asaj që i thënë Wahhabi. Ç'kjo është bindja ime sot. Këtë bindje nuk e kam pas. Sepse unë më kon me çet paragraf prej islamit që ju kum trashëguar te familja para luftës kur jena kon Hanefi me termat tradicionale u kon që ky islam do të thonë Ehli Sunne na i ndjekim sahabët i dojmë nuk folim keq për nonat e besimtarëve bindjet që nuk na çojnë shiizëm le të themi brenda kësaj praktika e të faljes ka mujt më dalluar prej njërit edhe prej tjetrit sot unë për shembull për veti po flas ai ka përcimi që e kum vrejt me qenë se kom çatë rehatin që ku mujt më pas më herë nëse kum konsideruar në një etapë tu i thon vetit selefi që jam unë nuk i thon vetit se jam selefi, nuk ndihem që jam selefi sot për flas specifikisht. Mbas çësoj tolerancë bile, më shumë është amuj me thon që tash kokën ani fare shari unë, mëse ç'ky deklarim, pa njëta ato përshkrimet e atributeve të Allahut. Domethënë me shkurtu përgjigjen teme, selefi janë ata që besojnë në kredon e Imam Abdul Wahhabit, edhe i qesin në 72 e te poshtë kretë të tjerë. Domethënë pse sa ata janë vetë 73-shi. Ç'kjo është përgjigjja? Atëherë ne si musliman, si umeti pejgamberit alayhi salam, marrim edhe lojmë. Marrim krejt çka ka ardhur prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pas pejgamberit sa marrim edhe lojmë prej të tjerëve. Për shembull, edhe prej Abu Bekrit, edhe prej Omerit, prej Uthmanit, prej Alis, prej sahabëve, tabiinëve, të tabiin deri në kiamet, kena mi marr aty ku ja kanë qelluar dhe kena mi lënë aty ku s'ja kanë qelluar, për shkak se ata s'kan qenë mbrojtur prej gjunave. Kjo është, domethënë, parimi bazë. Parimi bazë. Por më ndashin kështu. Kush është entiteti i cili përcakton çtu që ja kanë qelluar, çtu s'ja kanë qelluar? Kurani dhe Suneti. Okej, më tash nëse në Kur'an
ndoshta se ki interaktiv që thaj me bo, nuk ka të lashe. Tash në qatë Kur'an dhe Sunet dikush ka nxjerrë një interpretim tjetër le temi për ajetin e njëjtë. Interpretimin tjetër që ka nxjerrë në çka u bazu. Po mënoj u bazu në lexim të Kur'anit. Po mënoj Prej kujna. po për shembull të komentues të Kur'anit. Po të pyes me sinqeritet. çata komentues e Kuranit te kush e bazu. Pra a ekziston një rregull që vendoset. Domethënë se na e dim bazat e fesë, bazat e Islamit cilat janë. I kemi mësuar edhe në medrese kemi mësuar. Bazat e Islamit? Po, bazat e shariatit e krejt. Do, Çka bazohen? Rregullat, domethënë. Kur'an, Sunet, ijma, qiyas. Super. Okej. Atëherë pra ka një renditje. Okej. Nuk mund me dalë prej shkallës së parë në 7-ën as në 10-ën. Po. Tek e fundit unë mora prej Imam Shariut apo i mora Abdul Wahabit pak rëndësi ka kjo. Feja jonë s'është prej Shariut as Ibn Taymijes Abdul Wahabit. Po a është e mundshme? A mundesh me kon ti musliman edhe me mbet në Ahl Sunnet, pa marr prej Abdul Wahabit patjetër. A mundesh me kon musliman dhe me mbet në Ahl Sunnet pa marr prej Ibn Taymijes patjetër. Mirë, po ku është problematika? Që atëherë kur namen të Ibn Taymijes, namen të Abu Hanifes, namen të Imam Shafiut, namen bon përçarje. Mirë, po çeta kush kanë qenë? Për shembull, nëse thosh ti unë jam Hanefi dhe nuk jam Selefi, çka ne kuptoj me termin Selef? Të parë ton. Parë ton tërshëm. Gjithmonë inicojmë kur thuhet termi Selef, duhet me inicu të parë ton që ishin në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë duhet me kuptu edhe këta që edhe Abu Hanifja, edhe Imam Shafiu, edhe Imam Maliki, edhe Imam Ahmedi kanë thonë kur vjen argumenti hadithi sakt, ky është medhhebi jam. Nëna çetu do më thonë. Pra na nuk mundemi neglizhu këta 4 imam edhe me dalë të një gjenerat 7 shekuj mbastina edhe mu identifiku që unë jam vehabi. Jo se feja s'është Abdul Wahabi, zotni. Tek e fundit, unë muj me qenë musliman edhe me kom prej banorëve xhenetit inshallah, duke mos marr kur prej Abdul Wahabit. Mirë po, kur futem tash në etiketim, edhe më futem të qarim, dush me më kallëzu ti mu. Kur flas unë për Abdul Wahabin, a flas me librat dhe literaturën e tij, apo flas me opinionin që është kriju gjatë historisë? Këto janë dy tema. Kjo vlen edhe për Imam Shariun. Se kur flasim për Imam Shariun, ne shohim që Imam Neveviu ka qenë Sharin disa çështje. Atëra të gjujmë edhe Imam Neveviun. Atë thoi edhe Ibn Hazm. Edhe këto edhe ato. Çka duhet me marrë dhe çka duhet me gjujt. Mbi të gjitha, kush është ai që i bën çest selektim? Ç'ka problematika? Unë, ti. Jo, mos jam unë, veç kush është entiteti, po. Kushtimisht, 2 miliard musliman me bë selektime, kush jeni? Para ta Allah subhanahu wa taala na ka lehtësu këtë çështje. Kthej reflektimin tënd ti ka Kurani dhe Suneti me kuptimin e 3 gjeneratave të para dhe 4 imamëve. Nëse që aty kimi, Allah, nuk mundesh me gjetë meseli deri në kiamet me jetu, që 4 imam se kanë sqaruar. Çka dush ti mundesh me folën çoj te 4 imamët. Po ti mundesh me thon, po 4 imamët shumë herë kanë pas mos pajtime. Në çka kanë pas mos pajtime? Një respondencë. Grupi shpëtuam nuk kupton që janë përçan një respondencë. Ai ki lidh durt në Aljoks, ai ki lidh në kthiz apo si lidh hiç. A ke thonë një herë subhana rabbiyal ala, a ke thonë 3 herë. Këtu përçamja së bo. Ku janë ardhur përçarjet? Ato ku domethënë bazat e tauhidit kanë ardhur përçamja. Sa ardhur në bazën e fikut. Andaj në bazën e tauhidit, në bazën e akidës, njohshmërisë, këta 4 imam kanë qenë një. Një kanë qenë. Ehli sunne kanë qenë. Po ai thot, po unë po bëj ti do më fol për Hanefin. Ja, ehli sunne tash a ve futi edhe sharizmin këtu. Ehli sunne a fusune. Kush e mund me fut? Po thonë unë, dietar sot flas, do të thonë dietar ne duhet më ndjek. Po dietar thonë se esharit. Edhe Imam Shariu, çfarë? Kemi shumë problematika në kuptimin real. Për çdo mesele edhe në mëdhëbe e ki mendimin e Imam Ebu Hanifes, mendimin e Muhamedit, mendimin e Jusufit dhe mendimin e mëdhëbit. Mendimin e Imam Ahmedit, për shembull me Ebu Hanifes edhe nxënësve ti, mendimin e Imam Ahmedit edhe mëdhëbit, mendimin e Imam Shafiut edhe mëdhëbit. Domethënë shpesh herë ki edhe kur vet imami ka 2 mendime për të njëjtën meselë dhe mëdhëbi ka një mendim të tretë. Tash çka bëjmë na? Çush më quajtun e Hanefi, çush më quajt Shafi, çush më quajt Hanbeli, çush më quajt Maliki. Dhe nëse unë çuna Hanefi me një mendim që ai sado që mundet me kon jo i drejt për Hanbelit, ambes unë tash që to në çet mëdhëb ç'është duhet apo jo. Dhe a duhet të klasifikohem mëdhëb? Nëse ne nuk kemi mu klasifikuar mëdhëb, atëherë ç'është dojmë mu klasifikuna? Unë pajtona që në shoqërinë tonë për shembull nëse mëdhëbi Hanefi është shpërndam. Mirë po, Hanefi si Hanefi, a jon Hanefi apo jon Hanefi Ashari Maturidi? Hanefi Ashari Maturidi. Okej, domethënë kemi 3 mendime këtu. Për një meselë mundesh me gjetë 3 mendime. Po në fund ti barazosh me Hanefia, po. Ku po do më ta lidh tha? Kur thosh a jon Asharit Ehli Sunne, do të më marr Imam Ashariu që e lexove ti më herët.
nuk dallon kur gjë prej Abu Bekrit mendim. Eksakt, çfarë po them unë. Okej, po mirë ata që thirrën namën të Shariut, a janë të njëjtë me Shariun? Me gjas jo. Me gjas jo. Atëra do na më çujt, a do të më shtiç ata në, domethënë në lisonet apo jo? Shumë e bukur Nëse që ata e kanë refuzuar mendimin e Imam Shariut, a janë që ata në lisonet apo s'jon? Kjo është shumë e bukur. Këto problematika. Se paralelja vjen edhe për kampin tjetër. Domethënë Kret kampet janë kështu. Okej. Kret kampet janë kështu. Domethënë, unë më çujt Hambeli. Zaten edhe xhavarrisht e kanë çujt vetën grup shpëtum. Po e kanë mbyt Uthman radiallahu anhu një për gëzuar me xhenet. Dhondrin e pejgamberit sa dy vajza që i ka pas domethënë halifën e muslimanëve. Edhe ai thotë unë jam grupi i shpëtum. Po çka fe bën që ta mi tregu që ti nuk je në grup shpëtum, është kur kanë ardhur filtrimi me Kur'an dhe Sunet. Andaj ne i filtrojmë kështu. Njerëzit, grupacionet, ne nuk i kthejmë emna. Fundit këtu janë polemika mes dietarëve. Kur një dietar i ka thonë një dietari diçka nuk më lejohet, më thonë që aty dietar diçka për shembull. Për mos me se është temë që duhet mos zgjat, po s'kem po mundon më kufizu. Për shembull nëse Sheikh Uthemini ka thonë Sheikh Albani hadithet hasaia i bën daifa, daifet i thonë sahia. Unë si gazmiera, do na më thonë çat mendim për Sheikh Albanin. Asesi se unë s'jam kategori që do na më fol me gjunë dietarëve për dietart. Ama ti s'u ne kontrollon veç pastaj pasojën që ndodh te lej pipas çetën, apo kupton? Po, se unë me çet parim kom i shkatrua ata që Imam Sheikh Albanin e kanë si alim, me çet parim pala kundërt kam i shkatrua ata që kanë si Imam Sheikh Uthemin, mirë po mbaz. Nuk e kiti ndiguti për shembull dhe 6 minuta, 6 milion minuta Sheikh Uthemini kur flet për Sheikh Albanin apo e kundërta. Po e njëjta është. Ma gjeti mu një divergjencë që Imam Ahmedi ka fol për Ebu Hanifën ose Ebu Hanifja për Imam Shafiun, se cili ka thur lavdet më dhaja që kjo shekhu jonë, kjo është imam jonë, kjo. Mirë, po vjen një gazmirë, mbas 7 shekuve, mbas 14 shekuve, thëmë, andive Ebu Hanifja, a i kishtë në divium këta që e bërën qafer Ebu Hanifën. Pse ndodhë kjo? Pse vjen një hoqë, mbas 14 shekuve, edhe janë nisë me të sqaru ty meselet gabimet e Ebu Hanifës, edhe kur e merr ti tash i shtjellon i ki do parime, do definicione, edhe e bën Imam Ebu Hanifën e shtin knena, thosh ku kjo s'ko ka konë musliman mëre. Pse e bën filon hoxha që do? A 14 shekuj kur se ka ditë që Ebu Hanifja është e sunet të erë dhe mi kallzua? Problemin më të madh kena që unë do na me kallzu që unë kom su diçka si hoxh. Edhe do na marr me diçka të reja. Para meje është një hoqë që i ka 20 vjet përvojë, nda vet, kur që to mesele si ka përmend. Pse si ka përmend? O vëlla, të na halon njerëz besojnë që mi alo ftyrën fëmis me ujë të sholes, ja hek mësyshin. Unë do në me kallzu se do kon besimi drejt e Ebu Hanifës, po ti se ngjë kush është Ebu Hanifja. Në sens se din alo abdesi kush është? Çka është abdesi? Ne kena problematika në bazë. Okej. Atëre, pse vin këto? Çto vin egoja, epshi, devimet. Për mos me lon ty me prek te bagazhi i ert i jemi, unë do na me të sulmu ty. Dhe do të më përqa. Se në kohë sahabeve s'kan lon me prek te bagazhi i ert i njëni tjetrit. Po kanë bo doa për një tjetrin. Kur ka po që Ariani s'është 2 orë në gjamindje dhe 2 ditë 3 ditë, ka shku në shpe Arian, a ki vlon do një halë të këshyrin që mundë me të ndimu, Allah. Kur kam pa një vepër, Omer radiallahu anhu ka thonë, Allah e më shëroft aj që mi bën mu hedije të metat e mija. Unë kur thëmë Arian, që kjo është haram, Ariani më gjunë, thot, kjo ma kajnati, jo, rruje që të njeri. To kena na problematiken, pse na jena përqa, i kena i bazës. A kam pas mendimet ndryshme dhe sahabet? Po, a jem përqa, kur? Shka vi kam bajt bashk, që kjo na na nevojtë. Allah ndërot, se edhe në fillin pyetjen e dytë, më dhaje shumë terrenin për me kalu te pyetja tjetër fasuse, kështu që zoti shpërblet, po më pëlqen shumë. Jo valla, për ndryshe, Allah ndërot për elaborimin. Po mënoj, si përfundimi i kësaj, më thonë që grupi shpëtum është ai që ndjek Kur'anin dhe Sunetin edhe inshallah me kuptimin e gjeneratave të para. Me kuptimin e gjeneratave. Edhe kush ka punu në rrugën e tyre, kush ka ecë në rrugën e tyre. Thjesht. Do të thonë, a mundet, a mundet më thonë me fjalë tjera që nëse ti ndjen shpirtnisht edhe je i bindur shpirtnisht që je to i ndjek Kur'anin Sunetin me të kuptimin e gjeneratave të para, edhe nuk don mi dhon vetes as atribut as me u pozicionu me një kamp specifik caktuar. Vështu jam për shembull unë për veti në gjendjen shpirtnore ku jam sot, ose identitetin tem si musliman, për te fjalës suni, nuk du me invesh kur gjo tjetër, se menoj që është damja e domosdoshme për me mdallu që s'jam shia, apo kupton, në farmi. Do me thonë për veti, veç këtë term e pranoj, asë një për termeve tjera nuk më intereson. Unë i shof me një të relaksim mendimet e kundërta dietarëve, edhe mendoj që inshallah kretja kanë qillu, cilin t'jam unë jam në hak kismet, kështu ndjej personalisht. A mu me thonë që adën problematika e përçamjeve, dhe po dalim te pyetja pikërisht te uniteti, ummetja dhe uniteti.
a është mit, a o realitet të i ditë kretë që i përmendet ti. Dhe me thonë, a është diçka që, mas pari, a ka ndodhë me na etap një uniteti t'il, e që duhemi me marë si mostrë na, dhe për me thonë, qëto duhemi me jetësu sot mas sa viteve me gjithë përqamet edhe me gjithë luftat. A ka pas një etap t'il, pyetja parë. Pyetja dytë, sot me gjitha problematikat që kemi, edhe ato që i diskutum në pyetjen paraprake, a është reale, duket realizueshme, e prekshme, e matshme, e arritshme që janë ato smart teknikat e zgjidhjes problemit, apo është një farë miti, një farë romanticizmi me idenë e unitetit që s'ka me ngja kur dhe në kiamet, ka me pas konflikte dhe përçame tilla. Apo kupton? Për kondet që po vit, domethënë me gjithë problematikat që kemi, 73 ja këta 72 tjerë, a përsa grupit e Ehlis Sunetit, a dhe përtej tyne, a vjen një pajtim në herë dikur që thotë, ok, vllazni, kemi probleme më të ndaja dhe më të prekshme jashtë, që duhet i prej imanit edhe njohënisë për fen që çash fundamentale banale tek njerëzit, që duhet i me ujt sholës, ashtu që shembulli, me ala ftyn me ai mysyshin, deri te problematikat e luftave gjithandej në botën islame, muslimanëve të hjekat që i kanë. Mos janë çto probleme më primare te nazë sa më thon Timuni me Shari ose Sofia nuk i bëj pjesë të grupi 73 e ti koke te grupi 73 apo kupton në atje pat kokë ngul. Ti ke më qenë te Allahu fitimtar me atë sa je marr në dunja. Domethënë Ibn Qayyim rahimahullah thotë nëse do me ditë vetën se çfarë vlerë kita Allahu atë shi çka më shka merresh në përditësinë tonë. Unë më qenë kushtimisht një njeri mundet me qenë i shpëtuar të Allah subhanahu wa taala derisa ecë në rrugën e pejgamberëve, 3 gjeneratave të para, në gjeneratën e imamëve dhe kush ecë në rrugën e tyre që ata kanë ecë. Deri atëherë kur fillon me etiketim, me shpifje, me nënçmim për grupe të tjera. Ti mundesh me thonë po unë ato që e flas me ato që ka si argument, në rregull. Unë më thon për shembull për një grup caktuar që nuk janë prej Elusunetit, nuk janë drejtën këtë mesele, nuk ja kanë qellu kësaj dispozite, duke i përmend argumentet jonë formë nënçmuese, po për me bë as sharimin të vërtetës nga e pavërteta, duhurës nga jo e duhura dhe duke i nxjerr njerëzit nga errësira me i fut në dritë. Kjo është qëllimi bazë i çdo muslimani deri në ditën e Kiametit. Mirë, për momentin që ne futëm tash te pjesa tjetër që është që Allah subhanahu wa taala ka thonë ja alladhina amanu ishtanibu kathiran min adh-dhann, o ju të cilët keni besuar largoni prej paragjykimeve. Inna ba'da dhanni ithm, disa prej paragjykimeve janë haram. Wala tajassasu, wala yaktab ba'dukum ba'da. Mos shpiononi një tjetër, mos e përgojoni një tjetrin, mos e shkatroni një tjetrin. Pejgamberi sa më ka thonë i falementuam është ai që shkon te Allah me namaz, me agjërim, me zakat, me haj, mirë po. E ka shojt filonin, ka shpif për filonin, ka rrej filonin, ja ka cënuar derin, moralin, Allah i bën hije plon ato, krejt ato që ka bë. Domethënë apo është diferenca çka është. Unë jam në rrugën e drejtë dhe në taborën e shpëtuarve derisa nuk ndroj kohë që unë më kallëzoj, më thonë ej, qërse unë jam ai shpëtuami dhe ti je i devijumi. Kto se kanë bë sahabët. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ka thonë, nëse kish më pranu veç një sejdë, kisha më kon njëri më i kënaqur në dunja. Kush u ka flet? Një njeri që pejgamberi sa më ka thonë lexom Kur'an, dhe ka thonë kush do me lexu Kur'anin le ta lexon si Abdullah ibn Mas'udi. Që ky njeri që u qiu namaz natës, e ka kry pjesën e tij Kur'anit namaz natës, e ka qiu gruan, ka kry pjesën e saj, e ka qiu djalin, ka kry pjesën e tij krejt deri sa sabah me u bë Kur'anin në shpitina. Që ky njeri që pejgamberi sa më ka thonë që koma e tij peshon më shumë se kodra e Uhudit. Njeri i madh, sahabi, shoku i pejgamberit sa mifti që pejgamberi sa ka bë dua për diturinë e tij dhe Ibn Abbasit, pra njeri shumë i madh thot veç një sejdë më pranu. Ku është kjo modesti? Pse më të pranu veç një sejdë? Sa thot inna ma yataqabbal Allah min al-muttaqin. Sa Allah i pranon veç prej devotshëm. Nëse një vepër Allah më ka pranu, atë më ka llogarit devotshëm. Që kjo është na që duhet mi pas gojë vetën tonë. Nëse ki gojë vetën tonë, nuk ki me pas kohë për më marr me shpifje, me nënçmime, me etiketime dhe shpionazh. Atëherë, nëse smerresh me çto, je i shpëtuar. Kjo është çështja e parë. Tani, umeti, bashkimi, identiteti, mit apo realitet? Realitet, mirë, po sot ne kemi bë mit. Kjo realitet. Se jedullahi ma al-gjema. Dora Allah është me gjematin. Allah është me ata që janë të bashkum. Jo të përqam. Apo? Që ka thonë Allah subhanahu wa taala në surën Ali Imran. Ja ejuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati. O ju të cilët keni besuar, frikojeni Allahut me frikë respekt. Ha? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dhe mos vdesni ndryshe vetëm duke qenë musliman. Mirë o Allah, çka duhet më bëune? Që me dek si musliman? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kaponi për litarin e Allahut e mos u përqani. Litari i Allahut, Kur'ani dhe Suneti, rruga domethënë që e ka shtruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mos u përqani, që nuk kupton. Në momentin që ti kimi lon Kur'anin dhe Sunetin, indirekt kimi përqa. Domethënë kemi plaga e hapën të na është cila Kur'ani dhe Suneti. Për ata
Ai vëlla për shembull që 20 vjet të fal Allah se din shkronjat e Kuranit. Mirë, po e din krejt dietar të devijum, e din kush është kafir, e din kush është bidatxhi, e din krejt. Mirë, po vëlla, lexo ma Kuranin, ai është analfabet, në ditë gjykimit. Allah më ia marr shpirtin që tash i thot lexo, thot ma ana biqari. Nuk di me lexu, po kjo ka qenë për pejgamberin sa më ka qenë Xhibrili zotni, nuk ka për ty, apo thon. A kupton kush gjendja? Allah thot lexo që të ngriti, ti thosh Allahu një analfabet, a pra që Xhibrili më ardh me ta lexua ty para Allahut. Harro këtë punë. Mirë, po ç'ë ky? E din krejt hoxhallarët e devijum, e din krejt hoxhallarët e hakut, e din krejt kush është grupi i shpëtuar, e din krejt ç'a xhihadi, e din krejt mbretja atje. Ky këtu, mirë m'fal. E din ti kush je mas pari? Nuk e din. Përsa Allah subhanahu wa taala ka thonë ku anfusakum wa ahlikum nara. Bazë, e rujtë veten e rujtë shoqnin. Pse unë thash se mundem me jetu me të tjerë, pse nuk besojmë njëjtë, nuk mendojmë njëjtë. A nuk ka jetu pejgamberi sa në Medinë me krishterë dhe jahudi? A nuk kanë ardhur krishterë te pejgamberi sa në Medinë dhe ka thonë o Muhammed, hajde na e do pak një pleshni që tu një kena një mosmarrveshje na te krishterët, hajde ti më na do se ço dikon prej shokëve tu. A kanë mujt me jetu dhe pse ata kanë besuar ndryshe? Po më kanë me jetu vëlla. Pra derisa besimi jam nuk shkatron ty ti në rrugën e duhur. Mirë, po unë nuk jam ai që e bëj pastrimin e safave të muslimanëve. Kto e ka bëu Allah dhe dërguari i tij. Na vetëm unë më thirr apo që ky problem është gabim. Pse o gabim? Argumentin zotni. Se na jena mësuar me fol për çështjes për UFO. Kena ndi që ekzistojnë po kurse kena pa. Don. Ne jena të edukuar për serialeve. Ne serialet po na mësojnë fen. TikToki më na mëson fen. YouTube po na mëson fen. Do të thonë një shkputje 3 minutësh ndigjoje se është shumë emocionale patjetër dhe janis aty ajo ilahi mbas se mos mi pas atë ilahin nuk duket interesant ajo. Mirë po. Merreti musliman sot. Shkon me ndjek ligjëratat e tauhidit dhe akidës. Dhe përveç ata që i kam shëruar Allahu, pse? Pse është monotone. A më kush i ndjek sirën, historinë e pejgamberëve, historinë e sahabëve, histori. Krejt i ndjekim, pse? Emocional. A që kjo pak për në mashallah që tu pëgjoj vetë. Pa tjetër, sirja është fe. Mirë, por nëse ti bazat e tauhidit i kitë prishta, që ka të vynë që kjo sire? Që të vynë ti me ditë që pejgamberi sa më kështu, nëse ti nuk e beson që ato, që ka besu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë, ti kime muhu 10 vjeçarin e Mekës, periudhës Mekës. Pse 10 vjet pejgamberi sa më ka thirr, adhuroni Allahun, largoni shirkin. 10 vjet zotni, pse apo? Se pa qatë bazë ti këtë falesh, këtë agjeron, këtë kryin haqë, këtë e kia, ku do mi quq ato. Na falem, agjerojmë, krym haqë, japim zakat, i qojmë të kush? Të Allahu, apo? Po na nuk kena besu Allahun që është duhet, ku dojmë i qu? Dojmë i marrë me veti i mora, që ka të bëjmë e qëta? Që qëto kena në problematikën. Në më thonë, ku është problematika e përqaris? Problematika e përqaris është të gjeli, të ignoranca dhe të njerëz shkatrimtar. A ka njerëz shkatrimtar? Po, prej havarejshve deri në kiamet ka me pas. Se përgjigje darsa më thonë që she përmbyllim këto, po veç e tha e fjalin e fundit. Zotin nderoft. Barakallahu fik habibi. Pas na mbri orën gati, DJ. Okej. Atëherë sheh. Mënoj, po mënoj shumë pëlqej kjo. Më pëlqej prej fillimit deri ja nisëm ma kena me mbet shok, po dalim. Po dalim, kena me dal vllazëri. Na kokë njëjtë më re. Po enda u kështu. Kokë djali mirë apo det ndri ma shpesh. Po enda që më du me thonë është, inshallah, unë përdu me ta bëhe një pyetje të fundit, pak një dimenzion tjetër, edhe masi që kena mbri orën, me elon si part një që i thënë këto, adin pjesa e parë, se shumë pëlqej, kokë djali mirë ti shumë pëlqej më veti, me bo një tjetër pasusi, inshallah, me tema tjera. Allah, po bëjmë qashtu, me marrë veshje, në më thonë, masi kokë djali mirë, për bëhe një pyetje, se kje shumë e bukur edhe, ajo që më pëlqej mas shumë ti, e që nuk e njeva për herët parë, po mënyra se si e shtrove thelbin e problematikës së përçamjes, që jo gjehli individuali njerëzve, jo rrejtja e alimave ose dietarëve që i kanë dhënë këto interpretime para 200, 300, 400, 500 vjetë. Ata kanë pas një lloj tolerance goxha më të lartë karshi njëri tjetrit, edhe pse mund të kenë qenë kampe a little bit më të ndryshme, apo për ajo që kush e merr është ai që po she përshkruaj ti që nuk e kam mësuar që 20 vjet me lezu Kur'anin, po i din dietarët e devijum, xhallarët e devijum. Kështu mas që po folën për xhallar tash, ti e hoxh vet. A kanë hise në këtë përçamje o xhallarët? Ni. Nëse ka, unë mendoj që kanë. Nga aspekti profesional, jo shtrumit profesionit të hoxhës. Për ta marrë një paralele, çdo zanat tjetër, çdo profesion tjetër, edhe pse o xhallëku është mision për me i kshu njerëz tek besimi i Allahut.
Po në princip, me qënë se je fut në strukturë, tash ti duhesh me kry fakultetin për më u bo hoxh, le temi, një bachelor. Edhe profesionet tjera, për me mujtë me marrë diplomën, duhesh me kry një bachelor. Prej profesionit të, ku ta dione, le temi, inxhinierave, gjuhës, letërsisë, shqipe, krejt nuk hinë punë. Apo, hinë ja 5 a 10 që kanë diplomu. Dojon me 6, dojon me 10. Te na, hoxhallarët, është që mjaftona e ka kryu xhallëk, kënas nuk ne pyesim a i ka me 6 a i ka me 10. Mësë të na marrën qaf hoxhallarët e 6-ve që ju në bo kreto hoxhallarë, se kërkush nuk pështi vetting. Prandaj pyetja është, a duhet mi ushti vetting edhe juve, bërë dhe, seriozisht po, mi u shoshit pak atin, a veç pse e keni kryu atje dhe tash ju në kallzoni qysh kena me shku në xhenet, çu me organizu dynjone, e kështu me radhë. Çto kontradikte dhe konflikte që lindin, mos është për shkak që ty në mos vetting ta çoj. A duhet me pas një strukturë, qoftë nga institucioni përfaqësues, kush duhet me bë. Po dal prej dytës për më në kuptuar para. Kur thosh ti a kishim shti hoxhallarët në vetting, hoxhallarët veç kanë vetting. Gjithmonë ka pas vetting. Gjithmonë, po nisim nga jo filtrimi i tyre, jo kërcënimi dhe dënimi. Me vetting, s'po thojmë tash ta duhet më shku mi marrë edhe mi arrestu dhe mi shtim burg. Se nuk kemi gjykatë shariatike këtu. Gjithsesi, a ka filtrim? Ka patjetër filtrim. Për shembull Bashkia Islame e Kosovës, kur e hap një konkursin për një imam, e filtron ato. Që nuk kupton, ja këshyr edhe kriterin se shkollimit, ja shiqon edhe kriterin prej kanë ka ardhur, ja shiqon edhe kriterin e opinionin e xhamatit, ja shiqon në disa rregulla. Ti mundesh me thon pa kalshime, gjithmonë kalshime, se në punë kalshime. Patjetër. Apo mirë, pa duhet hoxha të jetë shtyll bazë kryesore dhe shembull, po Allah subhanahu wa taala na ka obliguar që më ka për hoxhën hoxhallarëve, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që është shembulli për krejt krijesat. Atëherë nëse pejgamberi sa më çaj shembulli që ne duhet më shku, atëherë na duhet më jap çat shembull më reflektuar shembullin e tina. Pra duhet filtrim patjetër, hoxha duhet me koni ditun, hoxha duhet me koni moralshëm, hoxha duhet me koni larg politikës, që nën kupton më marrë me fe para se më marrë me politikë. Na kena problemin që hoxha gjithë s'ka flet veç fe jo, apëtan. Pra dhe këto kemi problemin. Tani, a kanë dorë, apo a është doza e problematikës për qa me hoxhallarët, kush tjetër, xhamati. Se na nuk e marrim fen për xhamatit, marrim për hoxhallarëve. Pra qëta hoxhallarë, çka duhet më bo, atëherë filtrimi më patjetër duhet më bo. Vlen për më theksu se në rajon, Bashkia Islame e Kosovës është Bashkia Islame më e mirë dhe më e ngritur. Duke krahasu me Maqedoni, duke krahasu me Shqipëri, duke me Malzi, këtë rajon merr Bashkia Islame e Kosovës e ka komplet në jurisdiksionin e saj krejt xhamiat në Kosovë. Me pak përjashtime që edhe Bashkia Islame ka kërkuar disa vende, disa mesxhide më mbyll, që nuk ka faj tyre, e ka fundit Bashkia Islame e Kosovës nuk e ka shtetin dorë që më shku me mbyll edhe domethënë inspektoriatin se ka vetën apo. Pra ai mundet me kërkuar dhe me thonë që kjo s'është me neve, ju bëni çka doni, apo që cilën e ka bëu Bashkia Islame shumë herë deri më tash. Andaj, Bashkia Islame e Kosovës e ka në jurisdiksionin e saj komplet institucionin e saj, krejt xhamiat janë në jurisdiksion, që nuk kupton krejt imamët edhe mezinat paguhen apo edhe vetë kontrollohen, domethënë prej Bashkisë Islame. Tani, a ka ardhur koha që duhet pak me ndru çështja e ligjerimit, çështja e interpretimit, çështja e sjelljes, patjetër. Ne prej një periudhë kalojmë gjithmonë. Pejgamberi sa nëse kthehemi, në fillim i ka thonë muslimanëve mos shkonin varreza. Për çka? Friga që me marr deri te adhurimi se s'kan kon përgatitur me tauhid atë kohë. Pastaj ka ardhur anulimi i asaj dhe ka thonë vizitoni varrezat se ato ja kujtojnë ahiretin. Pra nëse unë kum thonë një send para 20 vjetëve, tash nuk e them, nuk ka ndryshuar, ka ndryshuar gjenerata vëlla. Ka ndryshuar sendet, ka ndryshuar rrjedha e jetës, ka ndryshuar çdo send, tash unë duna më marr me ato që jam të jetu që tash me mentalitetin që tash jetu me mentalitetin e TikTokit vëlla. Nuk jetu me mentalitetin e Buhariut me thy gojt para hoxhës. Ai njeri ka ditë që ka të bumbi 600.000 hadithe dhe i ka të bu 7.000 tjerë. 6.000 hadithe se shtin këtë iPadin tënë. Pra jetu një kohë krejt tjetër. Po çka duhet më bo? Më adaptu në kohë, po jo islamin me ndryshu me kohën, po kohës me imponu islamin tëndë. Pra islami është, kallapi islamit i bjen tamam krejt gjeneratave deri në kiamet. Bëne pare me këta. Edhe dije që gjithmonë ka me qenë kështu. Kallapi i islamit, Kurani dhe Suneti është kallap që ka mirat tamam krejt gjeneratave, krejt popujve deri në kiamet. Pse? S'është fjala e Allahut Kurani. Dhe e ka ditë deri në kiamet çfarë gjenerata ka ardhur, për ata e kalon mbas Kuranit s'ka më shpallje. I ka përmbledh ato të mëhershmet, për të ardhmen edhe në kiamet. Andaj
A duhet gjenerata hoxhallarëve me ardhë deri te adoptimi në ato që ka kërkon populli me pa tjetër duhet. Pra, shpesh herë flasim na, nëse një person falet veç ai në shtëpi, baba vet nuk merr erë në fe, vllon e ka fajdegji, tjetrin e ka kriminal këta. Unë mi foli atina që ka bën mbreti i Saudis, a është feqe kjo? Jo. Jo, që du na mi folin atina, o vlla, thire babën tënë, thire nënën tonë dhe fe, thire vllon tonë, thire motrën tonë, thire gruan tonë, thire fëmijët e tu. Mos e zgjonore e them ma tepër një herë. Mirë po, ai kalon krejt ata dhe merret se çka po bojnë arabët, 400 milion arab. Neve na dham zemra. Patjetër do i muzhujt edhe në këtë temp. Nëse na kemi një 5 minutë. Neve na dham zemra për musliman. Për shka? Se pejgamberi sa më ka thonë se ne muslimanët jemi si një trup, kur një pjesë dham krejt trupi dham. Mirë po, nëse në Palestinë janë të dënu, s'do të thonë që ata e kanë problemin. Ai ki pa kur e pren çet gisht dham zemra. Nuk ka problemin në zemër të Palestinës, është problemi te Gazmiri që është të bëni gjëna e ai në Palestinë është të pagu. Që ky çmim që është të pagu, çaj palestinezi që po vrojt, ku shkon? Inshallah është prej shahidave në xhenet apo ai e ka kryer me dynja zotni, e ka kryer me Allah në xhenet. Unë ku e kam gojën, neve na dhimbë çish po përsekutohen, na dhimbë çish po dënohen, na dhimbë çish po vrohen, na dhimbë krejt. Kjo është emocion, që të argumentin para emocionit. Mos lyp ti fajtor të i gjyku tjerë. Lyp e fajin të vetja jote. Unë Gazmir, e kom prish gjumin një herë natën, edhe mi qu duhet me thonë, o Allah, ndihmoj vllazën dhe motrat tonë në Palestinë. Jo vlla, se unë s'kom kohë me flajt mas pari, s'm të lut kanë të strajk. Ata gjujt aty? Dur ti kom çuvesh. Se kom prish gjumin, po do të thonë vetë që o Allah, s'kom kohë me bë dua se deri në sabah në luj lojna. Babi martu me 3-4 5.000 se veshti. Edhe me një gru. Edhe me një gru. Po gjatë ditës sa mbjen mend prej pasunisë time me doj. Jo Allah, se kom i ble paisit për Counter-Strike. E atëherë unë ja loj fajin atina bin Selmanit atje. Po, se ti le ka prioritet. Palestinës që kanë dalë prej Palestinës, disa milion, fajin bazë. Pastaj jordanest, egjiptiant, pastaj sirian, pastaj saudian, pastaj emiratet, pastaj Kosova. Mirë po një mrethi i fundit ndoshta. Çka duhet me bëu si musliman? Doan, e çka me bëu me doa? Ato çka e bën doaja nuk ta bën bomba bërthamorës. Se doaja jote mundet me ndryshu realitetin e botës. Një doa jote e pranuar ndryshon krejt realitetin e botës. Historia ka treguar gjenerata shumë herë këto. Mos e nëshmo veten. Ne e dim se në kohën e Fodajl ibn Ajadit kur ka qenë emir, edhe Abdullah ibn Mubarekit kur ka kap fatësia, kanë bë doa kur kujt si pranohet doaja, një fëmijë atje në shkretine ka pa Abdullah ibn Mubarekit të bë doa Allah, çoshi tani Allahu ka çoshi. Kur kush s'din kush okon, kur kush s'din çka ka bë, se ka bë doa tona Allah kur zbulu, o Allah ma merr shpirtin tani. Kur kush nuk e din, ai fëmijë kush okon çka ka bë që Allah e ka pranuar doa. Pra mos e nëshmo veten ti, as mos ja hub vetes doan tonë. Bën çka doa. Te Allahu ki me dal me doan që e ki bë, me mundsinë që e ki bë, Allah që kjo është mundësia ime. Pa ina ty bë çat mundsi. Jo, çana ty bë, ty etiketu, ty nënçmu, ty bë domethën që kjo çka jap të në fund. Përçamja apo pse vjen deri te çka përçamje? Namaz pari. Jemi largu prej Kuranit dhe Kurani kur ja nisim me lexu na dham kryt, a dim pse na dham kryt? Se kemi smundje. Ela bi dhikrillah tatmainul qulub, thot Allah. Me përmendjen e Allahut mbushën zemrat e Allah. Kurani duhet sa një parë që duhet mu përmend Allah me ta. E fela yatadabbarun al-Quran. A nuk meditojnë me Kur'anin, em ala qulubin aqfaluha, apo zemrave të nëvja kanë vendos drynin, blokad kemë zemrë, vëlla, përse ata na dham kryt, vëlla, kur janë nisë, me lexu Kur'an. Dhikrin ka marru, namazin e falim shpejt se për na pret një punë, sunetet, nafilet, i ke bo hajgarë. Do më thonë, kemi ardhur prej pozicionimit, haramin e kena zbut, e kena bo me kru. Pastaj, këtë me kru e kena bo sunet. Sunetet i lojmë se jonë sunet, e farzin e falim me granë shpje, namazi për grash në shpje për burash në xhami. E to na unë du mi da safat e muslimanëve, kush është hake, kush është batil, kush është grupi shpëtum, kush është grupi shpëtum. Ti, unë, ku janë? Kupton? Dhe më thonë, ndryshimi ku vjen, gjithmonë kthejmë të vetja. Qësh vjen? Në qëtë rrugën e qëtëve që kanë ecë ata. Pas hecëm në qëtë rrugë, vallaj, s'kena mujtë me arrit kur atje ku dënë Allah dhe i dërgumë ti. Atëre, 2 miliard musliman. Pse nuk ka përgjigje për këtë punë? Ndoshta jemi në atë zemonin kur që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam familjes Yasirit, domethënë sabran ali Yasir. Inna maw'idukum al-janna. Bëni sabër o familja Yasirit. Çka ka që forca jemi ka thonë pejgamberi, zam për momentin. Bëni sabër. E kanë shkysu me ndysh Allah. I kanë vraj, kanë përsekutu, ka thonë bëni sabër. Ndoshta ne nën çata. Bëni sabër o vllazërit tonë, motrat tonë pasin. Se inna maw'idukum al-janna, se pejgamberi sa ka thonë takimi me juve është në xheneti.
Ndoshta në çat periudhë, ndoshta alo në periudhën e Mekës, alo s'po dim kush është Allahu apsh. Ne e mohon gjitha cilësitë Allahut apo ja pojmë diçka çka më tepër, shpifim për pejgamberin sa ata që sokon edhe pse thojmë jo na pi lavdojmë, po mira se ka lavdu Allahu subhanahu wa taala, nuk mjafton lavdata Allahut për. Andaj çka po bëjmë na? Na kena bo fen ton. Kullu hizbin, po kthejmë ta e para, bima ladehim farihun. Se cili është fen veti, 10 musliman 20 sakica. Ja, çata në të prej ty apo. Edhe që ata Ariani do të mu distancu, Gazmir do të më distancu, pse s'po muj me ndija i kur po flet, jo ndije. Dhe mundo mi përmirësu, mundo, deri në kiamet nëse të jap Allahu imer dush me përmirësu, se Allahu ka thonë që dush me përmirësu një tjetrin. Me mbulun një tjetrin, me mshef gjunat një tjetrin, dhe mu lut bas shpinës një tjetrin. Për një tjetrin. Barakallahu fik. Barakallahu. Allah shpëleft. Ajna si. Vesh me përmbyll që Allah nderoft për këtë elaborim të shkëlqyshëm. A je pyetja e fundit, unë me gjithë këto që i thaje, a je optimisti që mund me arrit të çaj uniteti apo vazhdon me qenë mit? Shkurt, veç uniteti nuk nënkupton mi pas 1 milion njerëz bashkë me kon. Për shkak se kemi një imam që mundet me na bashku për moment. Po flas ka i përket relevancës kaçikut, po kemi shumë kaçik, na jemi të bashkuar. Po a je optimisti që në realitet bashkuar përveç se disa që janë do. Sa ata që janë bashkuar janë më shumë. Muslimanë së njën bashkumë, mëse këshërti mediat që ka bojna. Mediat ndijen ma shumë për shkak se kanë mundësi mundi. Mirë po, kër këtë kosh me popullin, në shetë që popullit dënë. Jo mediat. Kjo është... Lokal po flasë, njësë për lokal. Lokal, po. Kosovën, mare. A jena ma shumë bashkumat për qamë. Jena bashkumë, përveç disa që jënë për qamë. Mare, hini për shambull, prej familjarve tu, del, të kojshite tu, të rethi ma ndena. Të një ballafet që me një njeri që nuk falet, nuk ka gjënë, s'ka rëndësi, po e din që ti falesh, a ka respekt që ai për ty? Në përgjithshmen. Po, atëherë, në bazë, ne jemi të bashkuar përveç disa që s'janë bashkuar. Na kena unitet. Mirë, po, janë disa mikrobe që po tentojnë me prish këtë unitet, po tentojnë me prish fen, po tentojnë me prish familjen, po tentojnë ne me të fesë e shkatrojnë fen, ne me familjes e shkatrojnë familjen, kena kësi mikrobe, kena organizata, kena qofshin taborin tonë islam, që kanë mentalitetin e tekfirave xhavarishve, qovë mentalitetin jo islam, që tjera organizata dhe me shkatru shoqërinë e familjen krejt. Pra na, në bazë, jena të shnosh përveç sa ata që më prish. Kemi unitet. Alhamdulillah. Edhe unitet mjafton me kone 10 veta, s'ka rëndësi, veç me qenë nduhur. Në qartë, shumë numri s'ka rëndësi, më rëndësi. Nuk ka mu përmirësu kë përfundimi i kësaj gjenerata, vetëm se ashtu sikur se ka fillu. Inshallah. Shekë barakallahu fik. Allah shpëlbet për prezencën në diskutimin e me gjitha përmbes i kënaqur që mbetëm shok. Patjetër, bile e kemi ngritur nivelin për nuancat. Na po dushim më rafsha që kena unitet. Inshallah dhe audiencës i pëlqen për aq sa më pëlqej mua, për elaborimin që ke bë. Përmendoj Allah shpëlbet. Allah shpëlbet. Allah nderoft Allah. Allah falënderit.